shpallja e gjykimit të gjykatës themelore në Prishtinë, departamentin special, është një gjykim i cili ka qenë edhe pritje e prokurorisë speciale, pas një pune të madhe dhe të stërngarkuar nga ana e prokurorisë speciale, Policisë së Kosovës, departamenteve përkatëse të hetimit, Agjencisë Kosovare të Inteligjencës dhe gjitha agjensive të tjera ligjzbatuese, po ashtu edhe partive ndërkombëtare të cilët na kanë ndihmuar për ta zbardhur këtë rast në këtë gjykim. Prokuroria speciale natyrisht që nuk do të ndalet me kaq. Ju e dini që për prokurorinë speciale ky vendim është i mangë përderisa nuk është edhe pjesa tjetër e përfshirë akt akuz me krye të akuzuarin këtë rast Milan Radojčić, por që prokuroria speciale do të bëjë gjitha përpjekjet që të njëjtët të sillen para organeve të drejtësisë. Ne realisht, siç e dini, javën e kaluar veç që kemi arrestuar njërin prej pjesëmarrësve i cili dyshohet të ketë qenë në mënyrë direkte ose indirekte i përfshirë në këtë rast, por që edhe përpjekjet tona do të jenë maksimale që edhe pjesa tjetër që mendojnë që nuk janë tash për tash të kapshëm për organet e drejtësisë do të sillen shumë shpejt para organeve të drejtësisë. Një falënderim të posaçëm doja të jap edhe juve në media për shkak se keni qenë vazhdimisht korrekt lidhur me raportimin për këtë rast, sepse ky ka qenë një ndër rastet më komplekse që ka ndodhur pas luftës, me rast i tillë i cili ka pas për pasojë vdekjen e policit, këtë rast rështerit Afrim Bonjaku, lëndimin e policëve të tjerë, terrorizimin e banorëve në atë pjesë dhe tendenca e këtij grupi për me nda territorin e Republikës së Kosovës. Kjo realisht domethënë ky gjykimi i jep një mesazh shumë qartë gjithë atyre pa dallim. Pa dallim ose pa mbështetje politike që në rast të tentojnë të kryejnë vepra të tilla penale do të marrin një dënim të merituar. Ne do të kërkojmë përmes ndihmës juridike ndërkombëtare që të njëjtit të arrestohen sikurse që është në fuqi flet arresti ndërkombëtar nga ana e Interpolit. Është çështje që Serbia sigurisht do të bashkëpunojë sepse drejtësia nuk ka të bëjë fare me këtë rast me politikën. Drejtësia nuk ka kompromis me këtë rast me drejtësinë. Gjithë ata të cilët kanë urdhëruar, kanë financuar edhe kanë koordinuar këtë sulm, pra sulmi me datës 24 shtator 2023, do të përgjigjen para organeve të drejtësisë. Ju veç e keni marrë informacionin përmes zyrës së informimit, për matutje ky rast me qenë se është ende në hetim nuk kisha dashur me ul shumë matutje për këtë rast. Sigurisht, po me qenë se ende nuk e kemi marrë akt gjykimin, ju e dini që është një procedurë derisa të shkruhet ky akt gjykim, do ta vlerësojmë padesht me paragjyku, domethënë situatën, unë besoj që do ta vlerësojmë me kujdes dhe do të paraqesim ankesë.